if I stay a little more. I can't look away from those brown eyes. Tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty anymore. Well, we spent the bulk of our days feeling free, like we were properly stoned, till you liked everything but the likes of me. I can't help but recall the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. Mirë se erdhët YouTube-it e video ere. Sot po e hapim videon në makinë edhe duke marrë take out. Jemi bë të shëndetshëm, edhe kur marrim jashtë të harxojmë lek, marrim gjëra të shëndetshme. Imagjinoni kush jemi neve. Ne marrim vetëm burger, faktikisht burgerat nuk I kam qef, po marrim noodles a gjëra kështu. Tash jemi bë të shëndetshëm, shikoni. Sallatë zonja. Një super sallatë gjigande. Sallatë edhe zotëria atje. Ta provojmë një herë, nuk e mbaj mend se ç'a mora. Por u duka shumë e mirë. Është edhe Andi. Edhe do ikim tek mekaniku. Nuk është qef fare. Do harxojmë lek atje. Një qerë me lek do na marri. Se na shprishu makina I djersit. Qa I djersit? Pompa naftës. Djersit edhe makina. Imagjinoni. Sot ka rënë gjitha I shisim janë për flokët. Dola na shtëpia si super yll. U bëra tashi se I gjetur rrugës. 내 얘기가 재미없어진 이유를 찾았어. I've been wasting all this time finding words to let go. Cause I'm looking for Neverland, backtracking on memory lanes, hoping it's not just a wonder. I can't be watching. Qa më fut në përgjej pra një vjandit shkumë. Një rrugullova qik lule që mora djetë Aldi, I mora super lirë, I mora 3 euro të gjitha. Edhe sot kam lënë një super të fort, dola me atë shoqen se nuk ju tregova, u knaqëm, pim kafe, u sorollatëm në për Dortmund, në galeria në të gjitha. Edhe pastaj në përfundim vajta të pagoja parkimin. Isha një tiket në ato që të japin kur ble tiketa treni. Edhe fusja këtë tiketën e trenit. Edhe kjo më thashtë mu që nuk e lexoj. E thashtë budalla, ty shkon edhe barkodi sipër. E ktheva nga ana tjetër në anë barkodit prapë se njishte. Ore thash që tiketa është kjo, shi fund 3 euro 80 cent. Një person Einerwachsen, thash, o zoti ma, thash ku e kam lënë tiketën e parkimit. Shi vërdall, shif në çantë, shif në xhepa, hiç. Marr anë në telefonit, thash kam humbur tiketën e parkimit, mirë, tha mua ik atje, tha mua do të vën gjop 25 euro. Thash drejt që e mori, thash do pagoj qopë, nisa të kërku xhepat e tu pa poshtë makinës të tëra se s'doja të pagoja atë 25 euro I thonë ku çalek. E mirë vajta atje, vajta, I thash atje, halo, I thash, I qabe majnë tiket ferlorën, I thash, okej, më tha mua, I me targën e makinës, ja dhash targën e makinës, të tëra, më tha mua, vi parshë në momenta, vi zuhën in the system, vi film mës du calën. Okej, ta shuna, sa lek është gjoba? Tha mu, që gjoba? Ta shuna, gjoba që jam humbur tiketën. Më tha mua, e shfraj, nuk pagon asnjë gjë. Je I sigurt ta shuna, po tha mu, që se do t'i dha mu ta vej një gjobun, tha mu, je, ta shuna nuk e dua. Okej, e pagova atë, ma kaloj me karta, ai s'po mjifte kartën, tersim, sot ishte të gjitha I parkimi. E mbarova punë, e pagova, e mora atë kartën që më duaj, ajo tiketa që dilja jashtë. Ktheva makinën, dola te dera, shumica parkimeve në Dortmund jam me kamer, që të hapet rau vetë, do më thënë kalo vetë makina me targë. Jo kjo.
E rria aty si sonjë e bukur, pa rrena kam dhe një 2 minuta aty, prisja të më hapi dera s'hapi. Del ky zotria prap nga zyra, më thot mua, s'bo ta njeh etiketën, më thot mua. Jo, tha që etikete? Etiketa nga më kënja, që kisha parku larg nga ajo makineta që të fusi etiketën nga shoferi. Erdhi ky e mori etiketën time e futi edhe, më tha mua, ka udhto, kujdesshëm, më tha mua, Gjon Andi. Më tha, kujdes rrugës, më tha mua, udhto kështu. Tash me vete unë, ajde mendja, ajde vete mora Andin, pastaj ikëm deri tek mekaniku, e kështu e lash të fort, sot, rria atje si zonjë e bukur, i kisha po të tëra, e takova të burrin 3 herë takova, një që s'po më punonte kartat e automatit, 2 që humba fare atë etiketën që duhet atë të parkimit, 3 erdhi më hapi dhe derën, zonjës Rence, përtonte të fustadorën dhe nga jo. Ajde mendja, ajde thash, ajde erë si tash mos ik me atë parkimi, thash se u follishe, mos ik i kurrë taj parkimi, se ishte matan. Kështu e kam kalu ditën sot, tash u knaqa, ka nisur shira të ftohur goxha koha. Tash e Andi po zien ca vezë, ne hangëm sallatë dhe do ikim në palestër. Kjo ka qenë dita ime sot. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más, pero el amor llega así. Sot u zjova inspiruar të rregulloja dhomën, se ishte bërë një rumujo sot. Kush ka kohë që më ndjek e di që punë të shpisja në gjë ime më pak i preferuar. Edhe thash po rregulloj shtëpinë deri në ora 1, po iki po bëj pazar, po gatuaj mirë, edhe po rripëse. Por jo, më mori puna në telefon dhe më thanë, a do vish në një dyqan tjetër, jo të dyqani ku më punoj, do më thanë njëjti brand dyqanesh, por jo të pika ku më punoj gjithmonë, po të një dyqan tjetër, sepse kishin shortage, kishin munges punëtorësh, edhe thash po mi vi, kujt nuk I duan ca lek tepër, ca ekstra tepër, ka lezet tiki atje, punoj ca kohë edhe për ca ekstra, apo që po vjen dhe vera tash na duhen lekët për pushimet, për të gjitha. Nuk e di juve a I keni mbyllur pushimet, a I keni parë, a I keni menduar, se unë të Andi I kemi menduar, dhe me thënë të drejtën, po ndërroj për to ditë për ditë, çdo ditë që ka falur Zoti, unë po mendoj kur t'iki pushime. Kam shumë nevojë të ikim plazh, kam shumë nevojë të rri ndjell, kam shumë nevojë mos të bëj la dolce vita, jo nuk do ikim në Itali. E kam menduar deri diku, edhe besoj se 90% atje ku e kemi menduar do ikim, në dash të Zotit dhe çdo gjë e vaft. Okej, siç duhet dhe t'jemi mirë me shëndetet, gjithë njerëzit jenë mirë. Edhe kështu, unë sot rregullova ca, tani duhet iki të bëj pak pazar sepse do vdes për bukë ndryshe. Duhet marr një ca gjëra shumë të vogla, sepse s'kam shumë kohë, se është ora 1:30. Por si fillim do bëj outfitin tim të Instagramit, nuk e di a më ndiqni në Instagram, por unë kam nisur që të bëj një sfidë, do psohemi të pishemi së bashku, quhet sfida, edhe unë po mbaj fasting, siç mund ta keni vënë re, kam ngrënë smoothie, kam ngrënë gjëra kështu, nuk është se I kam treguar shumë këtu në YouTube dhe nuk e di a janë dukur shumë, edhe dije sallatën, edhe për darkë prap karrot me humus, gjëra të thjeshta.
Edhe më ka marrë uria për bukë, më ka marrë uria për pasta, më ka marrë uria për karbohidrate dhe gjithë ditën mendoj për bukë. Është dita e 4 e detoxit dhe nuk mund të haj karbohidrate dhe shumë protein, prandaj mendja ime punon vetëm për bukë. Nëse më shikoni që jam si e lodhur ose si e mërzitur, dijeni është nga mungesa e ushqimit. Por kisha të nevojshme që të futesha në rrugën e duhur, sepse kisha dalë në binare të krejtë. Kisha marrë edhe 1 kile, edhe më trembi ajo 1 kile. Edhe në palestër doja të shkoja sot, që doja të bëja, po si të bëja, që të shkoja në palestër, por nuk të shkoj dot se do ikim punë, do iki do lodhem atje në punë. Kam edhe një takim me shtoja Beratën për të bërë ca dokumenta. Edhe kështu, po e kam të dielën takimin, me si po pësta i qafet atë punën që kam. Edhe kështu dita, nuk e di, nuk më iket në punë. E tani që po e mendoj thellë, pse thash po. Por do ikje, sepse do iki të shoh dyqanin e ri, do iki të takoj njerëz të rinj dhe unë vdes të takoj njerëz të rinj. Takoj njerëz të rinj është aktiviteti im i preferuar, sepse mund të mësoj kaq shumë nga historia e tyre dhe kam qef që të flas. Nuk e di si do jetë ai grupi të dyqanit tjetër, sepse grupi që kam unë te dyqani ku unë punoj është shumë cool dhe jemi shumë super. Jemi një tim shumë super për mendimin tim. E se jam edhe unë pjesë ati grupit, prandaj tani të bëj gati rrobat edhe të vishem, të bëj edhe outfitin tim në Instagram. Shtëpia u bë e bukur, e pastër, nuk e lava, do i them ande ta like kur të vi. E në t'i lava, krevatet i rregullova, të gjitha, më ka ngelur vetëm banja, që do ta bëj nesër se s'kam më takat. Edhe të gjitha rrobat i sistemova, këtu ishte mbushur plot me rroba, sepse morëm lavatriçet poshtë, i palosa që të gjitha, dhomë gjithashtu ishte mbushur plot me rroba, flaka ca gjëra që ishin prishur, ishin për menjolla, nuk visheshin më dhe kishin ngelur në dollap. Sistemova make-upet se më kishte plasur një blash, edhe më kishte bërë make-upet shtull, që të gjitha ishin bërë super pjesë. I lëfshiva dhe ato një na një me dorë, edhe kështu. No one ever knows where we're heading, where this story goes. You just gotta hold on to your path. What feels right in your heart and your soul. I know you always wanna do what's right. I know you rather wanna flight than fight. But every now and then you gotta pause. Ask yourself, is this right? Stand your ground. You say, I wanna be the hero, 'cause I don't wanna give up. Now I am down at 0. When will it ever stop? I'm only human. Me që jam edhe veshur si adoleshente, kam bërë edhe një pazar si adoleshent. S'kam kohë, edhe kam bërë një pazar, o zot kisha shumë kohë që s'bëj një pazar me 4 gjëra. Morha për Andin, të haj për drek, këtë. Në qoftë se do ikni te Deka, merreni këtë raviolin, se është gjëja më e mirë në botë, plus është në formë zemre, shikoni sa e bukur, ishte super e shishme. Mora tangu domate të bëj bulguri për vete. Edhe të nis shpejt sepse nuk kam kohë fare. Kam me ca fileto pule, boshatiste dhe frigoriferi. Said you needed space. Said you needed more time to think, so you went away. But you still would stay in my dream. Now you're back for more. Why you in my reality? My head closed the door, even though my heart just won't leave. That was Sa ditë kisha pa ikur në punë. Se lutem kemi... Kishte 2 vjet pa shku në punë. Më kështë marrë malli për punën.
Tash isha te nga dyqanet e tjerë, jo te dyqani ku unë punoj zakonisht, dhe ishte pak e vështirë se ky dyqani është shumë ndryshe nga dyqani ku jam unë me vendet me këto. Edhe vjen në shtëpi, shef që burri rriat Best life ever. edhe ti të dhem kurrizi edhe i the mandit. Kështu ndihesh dhe ti kur vjen a puna dhe më gjen mua shtrirë aty. Po, jo njerë 15 ditë. Po jem çdo Ditë. I remember when it felt like time stood still. When I knew in the moment I found my forever. You captured my soul like you've known me for years. Back when love was a whisper. And I promise you always. Promise me you'll always lift me up in your arms. Up on your wings where I'll soar. Promise me you'll always lift me up in your arms. Now and forevermore. So in love with you. And I'll always be forever. Those seasons change. My love remains. So in love with you. And I'll always be forever. Those seasons change. My love was then, now, forever. Just as the sky is blue, just as your blood runs red, my love for you stands true. Please let me take your hand. Lift me up in your arms. Jam tek Tekamax edhe po shkoj këtë librin. Ky është libri që mua më ka bërë të dashurohem me Kopenhagenin. Edhe ky është libri që mua më ka bërë të ikje të vizitoj Kopenhagenin. Dua sugjeroja është shumë i bukur. Po shoh që pas ka dhe vëllimet e tjera, The Art of Making Memories, How to Create and Remember Happy Moments. Interesant. Që jam të Tekamaxi se do blej një 8 nxere. Çfarë shoh? Libra. Ishim bëri ujë, të nxjerrë në qeta, erdha ula të lokali im preferuar, të Limongras, ta haj një fos supë. Edhe të presa të mbaroj andi që të bitë më marri. Ka marrë një racion të madh, mezi për presa, shumë ka marrë malli për një fos supë, kam që kur kam lyer shpinë që mendoj për të, edhe u bë gati një muaj e ca që mendoj vetëm për të, që shumë mezi për presa ta haj. Edhe më duket se pas kam probleme me karta, do s'kam asnjë kukër leku keshë, zero, nul, por se nuk mund të ketë më të tëra kartat problem, se një zotri po ikën po merr lek. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking Ta burrat zot fale të presin 2 minuta, se sikur kanë alergji kamjor që e pres të më vitë marri, ka 2 minuta që më pret, dhe nisi, ku je? Ke një orë që më pret, pse së rri këtu gati, ku je? Po që se do rri aty në shiun ta pres, përveç asaj bleva dhe një çantër tek 1 euro. Thash, mjafton të presin 2 minuta dhe acarohen, ku je? Ti duhet të ishe këtu. Ku je ti? O që mendove ti se do rria në shiun të presi aty si ti more para gjysmore dhe the s'prit dot më.
Shkoj. Po mirë. Okej. Pse mendonte se gjej do të Mua zgjidhim? telefoni thash po vita kur këtu. Dilte moga manja. Bleva dhe çadër, 2 euro e mora, të pëlqen. Shive, do të haj edhe ky. Se bëhet xheloz që pse të një ato. Hë? Ti çka ke marrë një. Jecat janë fund ti marr, të marrësh. Është të Po di ti që shumë më është mbyll? Lucia për mbyllë për Rama. Po jo më besoj se do e kena hap tash ora 4. Shumë mendoj unë, dëgjoj. Shife një herë. Për mbyllë për Ramazan e hapë të është ora 4. Po pra ta se mbyllin gjithë muajin. E mbyllin para ditën, do të hape vetëm për iftarin, është duk. Po hajde vemi një herë, ndoshta. Ndoshta kemi goditur. Unë sa haja të po ky. Nuk ti mos e haja, hajon. Me ide ti japun. E haj se haj. Tu jemi të rruga më pak e preferuar e imja. Rrug donësh. Po, kjo ka vetëm donera. Ama ka ardhe takumi të për çu ditë marrë. Po, tashi unë kam ikur në Vietnam, nuk jam më në Japoni. Kam ikur në Vietnam me shijet, nuk jam më në Japoni. Psa hongra ta fol supën që Po, nuk naqa. Po bje një dërshi. Sa të shishme e kishin berë, e kishin qasot. E kishin qarë plot në mos më mish. bëhet bon hiç. E di që të s'pëqen, përveshti. Ti ha shawarma, unë ato si duroj dot. Po ti shawarma patate Nuk i dua fare. Po fare, më macarojnë që nga era, që nga yndyra, shawarma, donerat, nuk e di. Me thonë në dhon shumë pak i haj, po më shawarmën e haj. Nuk ja. Shawarmën e haj. Për zotin, nëse pak i haj. I them Andit sot në mëngjes. O Andi, dhe më tha mu do marrë unë makinën, i thash po ke lekti, kesh? Ka më tha mu për 20 euro. E mirë mi lërë mua, i thash unë se Se që kam gju fjallë, atë mi lërë mua, për zotin e ke pas në përmen. po që më duhet mua ke Për zotin sa kam lekti, gjuh. apo s'ke lekti. Unë kisha halë të merë sha trenin për vete time, se s'kisha kokër keshi. O, tani që mora vesh shumë, do t'i marrë dhe keshat, po e gjetë zgjidhen ti. E mirë, e vrava mendjen, hapur e. Po hapur si. E vrava mendjen, thash. Ore, më ka thënë njerë një gocë mu që blie tiketa online. Shohu tim të ngushtu në ChatGPT-s. E pash edhe në Google, e gjeta, si të presë bilet. Ne kam ble mirë, nëse kam ble mirë, nuk e di, po unë i hipa trenit. Po unë e bleva tiketën. Kishtë të ndalon taj dhe ta vend të i qobë, mo që ti të Jo, rishe mos pa vend të mua, që të rije një mama. i muj, kja jo aty. Jo, e mbyllur që kam duke. Qa mbyllur kja, pas kam mbyllur për gjithmonë. Rino vjetë. Ja, ne e qur shawarmë më burrit. Edhe kështu, o njerës, keni O, hipur? do marrë pak. Keni hipur na njerë në tren juve pa tiket? 2 vjet, për 3 vjet në Gjermani asë njerë s'kam hipur. Asë edhe një herë. Edhe shumë pak më kanë kontrolluar, po asë njerë s'kam hipur. Thash sot ta beja bum, thash të hipja pa tiket, pastaj thash, jo thash se ja. Ka burrën e të ma ishi mua të stresin. Një 3-4 herë në më që më kanë lëllu, më kanë kontrolu. Prandaj na thoni juve keni bërë këtë krim apo jo? Ta bëj dhe unë një herë. Ma ish Afrika. Ty të trathof tyra sa qkosh atje. Ma ish Afrika cakë sa jam se bëj. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. E kontrolluam edhe kikinën, s'kishte asnjë gjë, ishte si kokra e mollës. Kështu a thamë. Unë sot ngriva së ftoti, edhe tani po e kuptoj se që komoditeti që në kam me makinë. Ja, me, Po. shati, ja. E di se kam folur si një person se kur që jetoj në tokë që komoditeti që në kam me makinë, po e kisha arru trenin. Mu shpërin, treni ka lezet. E bukur është treni, po mos të bjerë shi, edhe mund të kem çadër. Po, më shati. Dola sot, Qadrë të vlemë. edhe kot që dola, se s'është se bëra na një gjë, po kërkoj për një tenxhere, por te ka maksimu dukon shumë lek, 60-70 euro. Po qa si Një këto qa? posti ajo se është gërvisur pak ajo edhe nuk është shumë e mirë. Edhe dua të marr një tenxhere inoxi të madhe, diku të 5 litra, se 2 litra e gjys 3 e kam. Po më duhet një pak më e madhe se më tha babi si të bëj djath.
Vërtet? Po, edhe atë gjën që duhet ta kisha blet, e dila Kamila e harrova ta bleja. Kë? 6 euro, një termometër ushqimor. Se bleva? Harrova, tash më kujt ushqimor, më kujtu djathi. Ti ke 200 gjonë në mend. Sa shkojnë qendra aty? I harroj krejt. Vetëm rroba i bërësit. Po, por mora edhe një gjë tjetër. Mora një vaj kastorin. Tani, se si një vetëm ju pre e influencerave, jam edhe unë pre tyre, të gjithë njerëzit në botë jam pre e influencimit. Na i shoqe nga njerëzit online, nga të gjithë. Ky është vaj kastori. Unë e kam pas përdorur për flokët shumë kohë, por kam pa online që njerëzit e bëjnë te kartiza, edhe thonë që edhe e lënë gjithë natën, tani do i porosis ato si patches që merren online, edhe thonë që të ndihmon që Për gjuhë. jo, të ndihmon që të kesh gut health, si bie në shqip gut health, kolit, ndoshta, sistemin e zorëve më të shëndetshëm. Edhe të detoksifikon. Edhe ka shumë goca që tregojnë që kjo bëhet e zezë pasi e ishin na vaj kastori. Ta provoj edhe unë e blua 9 euro. Mos e dini, ta provoj Po, gruaja. ta provoj t'ju them unë. Mi ka marrë lekët e para. Në qoftë se doni googulloheni vaj kastori për kërthizën, belly button, edhe shifeni. Kërë përsa që është për kërthizë që duhet që? Jo, kështu e përdorin, ja ta tregoj, pritja tregoj dhe andit. Ka e ky? Jo, s'ka e. Lesh. Se ky lesh. Castor oil for belly button. Vje vetë të shirë? Si ka njësoj? Apo një të kështu? Castor oil duhet. Edhe të shi sa erdhëm në shtëpi, Edhe kështu, merrem. Nuk e di ju e keni provuar, unë jam shumë kurioze me thënë të drejtën. Pastaj, po s'më bëri punë për atë, më bën punë për flokën, se vaj kastorit s'mund t'jetë kurrë tepër. po futem. Edhe për fytyrën, është shumë i mirë. Futem pak gjellës. Gjellës, jo. Vetëm në qoftë se e përdorni për flokët, përzjeni me një vaj tjetër, unë do sugjeroja ulliri ose vaj kokosi, sepse është shumë i trashë si vaj edhe me zilahet. Shifen? Are se unë kam pas përdorur shumë kohë që i mersha te xhamia, te xhamia. Shisa i trashë si vaj? Wow. Është kështu. I mersha në Tiranë, unë i kam pas marrë te xhamia përballë, janë ata të myslimanët i thonë që blien ato gjërat. Shkosh ti ke shaktë mirë. Pa shu i thonë, apo e më mentu nga bim? Po. Që blien ato vajrat, kam vajra shumë të mirë, unë jam e kënaqur në çka kam marrë aty. Po atë që ka pas marrë atëherë, po Po, tash. tani unë nuk e di, nuk kam provuar, tani e mora këtu. Edhe kështu do e provoj, tash do vishëm dhe do ikim në palestër. Po do pi një cappuccino, kurse burri ti mora një pjesë smoothie, më tha si pje për kalamaj që ke blerë. Për vetes timin mora një cappuccino, se ky si ka shef se ky është vegano, është me qumësh, me hafe milç. Të qumësh të shëre.